Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Vijojmë aty ku kemi lënë emisionin me rezultatet më të fundit nga KQZ-ja. Unë po lexoj rezultatet e updateuara nga 5225 qendra votimit të vlerësuara, pra me rezultatet përfundimtare, kemi 2627 qendra votimi me këtë rezultat. Partia Socialiste 52.7%, Partia Demokratike, koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore 33.99%. Pra, me votat e deri tanishme nuk është më lajm, Partia Socialiste ka fituar zgjedhjet dhe me një projekcion madje në mandatet, konvertuar në mandate më i lartë se sa rezultati i vitit 2021. Për të ne do analizojmë me analizë, por edhe me politikanë, unë do kem disa analizë që për hir të vërtetë si kam pasur edhe në emisione gjatë fushatës dhe përpara fushatës, por edhe me politikanë. Në fillim do kem Ardit Radën, një miku i emisionit Dekalog dhe i televizionit dritare, por më shumë Arditin unë e kam ftuar edhe për parashikimet që ai ka bërë në emision. Por më pas do kem Blendi Gonxhët, do kem Namir Lapardhan, do kem Andi Shkirën. Pra do bëjmë një analizë pothuajse tani të një rezultati përfundimtar të zgjedhjeve. Ardit, përshëndetje, faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit juve, kënaqësi. Ardit, unë të kam ftuar gjithmonë me dëshirë për të analizuar situata politike nga më të ndryshmet, por në këtë moment, pra sot të kam ftuar për një arsye shumë më ndryshe nga të tjerat. Ke bërë disa parashikime dhe matësi ynë i gazetarëve e analizëve, sigurisht një nga matës e profesionalizmit tonë është edhe parashikimi, sepse ne nuk jemi aty thjesht për të konstatuar diçka, por edhe për të analizuar dhe për më tepër për të parashikuar. Dhe profesionalisht të them bravo për parashikimit që ke bërë në këtë studio, në këtë tavolinë dhe të donën. Po, faleminderit njerë, praktikisht unë dua të jem modeste kjo pjesa, sepse unë brava nuk është se kam një staf që zhvilloj sondazhe, apo nuk është se jam në një gjeni në llogaritje dhe në matematikë. Por ka qenë shumë e thjeshtë, si të thuash, ai konkluzioni që ne kemi diskutuar bashkë për rezultatin përfundimtar të 11 maj. Së pari, unë nuk gjeja asnjë arsye pse 300.000 socialistë, krejt papritur, do ndronin mendjen edhe do bëheshin me Partinë Demokratike. Nga ana tjetër, në llogaritjet që unë bëja, nuk merja, si të thuash, e nisja nga fundi, pra merja qark për qark se sa mund të përfitonte çdo subjekt politik, sigurisht duke llogaritur dhe sondazhet publike në media, ku partitë e reja dilin me 5%, sigurisht duke llogaritur pastaj edhe të paktën 7 fraksione të dala nga Partia Demokratike që garonin në këto zgjedhje dhe ishin në fletën e votimit. Pra gjitha këto luanin rol për ta zhvatur opozitën e Sali Berishës dhe më pastaj Partia Demokratike u dëmtua sigurisht edhe nga kontrata $6 milion, edhe nga gjëra tjera diskutueshme që do të diskutojmë arsye pse humbi PD dhe pse fitoi PS-ja, por unë do lexoj do bëj një ndërprerje publicitare, por përpara kësaj, Ardit, një nga emisionet që unë të kam ftuar është edhe ajo fotoja që ti je atje në krye të kuvendit. Tani, si gazetar, mbaroj kjo pjesa jote se të bësh të kesh gjithë aktivitet si gazetar, të bësh edhe të parashikim për zgjedhje dhe dali sakt. Nuk është pak, tani synon tani ti jesh pjesë e politikës, pra atje në parlament ku e ke nisur në moshën kur ishe gjimnazist? Unë i uroj suksese 2 miqve të mi që janë atë fotografi, Ina Zhupës edhe Endri Shabanit, uroj që tjetë pjesë e parlamentit të ri. Po Ina është? Ina është, pra po i uroj Endri tjetë pjesë e parlamentit të ri. Si ke të dhëna, do jetë Endri Shabani? Besoj se po, edhe në parashikimet që kemi bërë, edhe në trendin e votos. Do jetë Endri Shabani deputet. Tani ti, këta shok të klasës, Ina Zhupën dhe Endri Shabani, da Ina nuk e voton dot, po Endri në ke votuar? Unë gëzë respekt shumë të madh për Endrin dhe këtë çështjen e votës e kemi diskutuar në studion tuaj live, kështu që nuk dua t'i kthehem. Po t'i kthehemi mbrapa do i gjenim dhe përgjigjen, po tani tashmë nuk ka më vlerë. Unë mendoj që Endri ka marrë mjaftueshëm mbështetjen e të rinjve shqiptar, sepse ka spikatur në disa pika dhe këtë e kam vlerësim personal për Endrin, qoftë qëndrueshmëria e mesazhit tij politik,
qoftë tek përgatitja intelektuale dhe akademike që ka, qoftë edhe tek guximi që ka treguar në vijim me denoncimet e tij në SPAK. Pra ka bërë një punë që gjithë Partia Demokratike nuk e bëri dot në 12 vite apo qoftë edhe në 5 vite të ekzistencës së SPAK-ut. Falenderoj në këto moment, kërkoj ndjes Ardit, Institucioni Monetar Manigram Akinvest, sponsor general i emisionit Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kudo. Akinvest, institucioni pagesave për shërbimin Manigram, risjell shorterun për klientët e tij, klientët dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryhen nga data 14 prill deri në 14 korrik me shërbimin Manigram në çdo zyrë dhe agent Akinvest do t'ju mundsoj të bëni automatikisht pjesëmarrës së shorteun që do të zhvillohet në edila shqiptare në 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë herë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni më njëherë si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, sapo të kryeni transferin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues nga një çmim 100.000 lekë të rinj. Pra 50.000 lekë të rinj 6 fitues dhe 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Dhe faleminderit edhe një herë Manigram Akinvest që mbështet dhe sponsorizon emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Ardit, tani ajo pyetja më e rëndësishme. Ne nuk kemi rezultatin final, por ne kuptojmë që këtu shkon rezultati. Partia Socialiste është fituese dhe Partia Demokratike është humbse. Partia Socialiste edhe 4 vjet të tjera në pushtet, pra Edi Rama 16 vjet kryeministër dhe Partia Demokratike 16 vjet në opozit. Ai botuesi im e pres telefonatën sepse kështu më bën gjithmonë. Libri Historie e kryeministrave të Shqipërisë nga Ismail Qemali te Edi Rama vazhdo më thot mua se janë rregull, thot, se unë e kam botuar në 2015 atë dhe sa herë ka zgjedhje ai më merr në telefon, thot, vazhdo, thot, se nuk të ndryshon titulli, thot, edhe po të bësh ribotim. Janë të rregull. Po pra, se kemi bërë dhe një ribotim, ne, dhe nuk të ndryshon titulli. Përse fitoi PS-ja dhe përse humbi PD-ja? Në mënyrë të përmbledhur dhe koncize, të lutem. Dëgjoj, unë lëviz në këmbë ose në autobus përgjithsisht. Kam parë në Unazën e Tiranës, gjithsej 3 zyra të Partisë Demokratike, dhe ato 20 herë që i mund t'i kem parë këto 3 zyra, këto 3 muaj, i kam parë mbyllur, pak këm njeriu brenda. Sali Berisha zgjodhi që $6 milion që ja dhanë patriotët e djegur për Partinë Demokratike dhe për opozitën t'i çonte prapë në SBA dhe të mos t'i investonte këtu për zgjedhjet, për imazhin e Partisë Demokratike brenda vendit, por i përdori për hallin e tij personal. Së dyti kemi një retorik në rritje. Kjo është pse humbi PD-ja, jo pse fitoi PS-ja një herë, po në mënyrë të përmbledhur, nëse ti bie me pika, 1, 2, 3, 4, 5. Pse fitoi PS-ja pra? Po, pse fitoi PS-ja? Së pari PS-ja ka treguar që di të jetë koherente dhe të rinovojë imazhin e saj. Nëse mbani mend qeverinë e Sali Berishës, kishte 8 vjet ministër Aldo Bumçin, 8 vjet Ridvan Boden ministër, 8 vjet Lulzim Bashën, 8 vjet Sokol Oldashin, 8 vjet Jozefina Topallin kryetare kuvendit. Rama di ta rinovoj, ta rifreskoj qeverinë, pavarësisht se vetë qëndron krye, di distancohet nga publiku në momentin kur mendon se është konsumuar ditërisht, përveç vetes ti, por kjo lidhet pra ai di të tërhiqet në momentin kur mendon se është konsumuar, di të tërhiqet siç është tërhiqur përgjithsisht për shembull nga debati publik. Si ishte kjo, di Rama të tërhiqet? Po, ditë të rriqet nga daljet mediatike, pra nga daljet publike në momentin që e koncepton se bëhet i mërzitshëm, konsumohet, apo se e dëmton figurën e tij. Pra po ta shohësh Rama nuk merr pjesë në debat parlamentar. E ka ignoruar parlamentin me pretendimin që unë nuk kam çfarë flas me një person shpallur në ngrata etj, pra me argumenta politike të tij. Por kjo çfarë bën? Bën që ne mos ta shohim Ramën 3 javë për shembull, 3 seanca rresh në parlament. Dijen në studio televizive nuk shfaqet shpesh, vetëm në gjatë fushatës ka zgjedhur Edi Rama të frekuentojë studio televizive. Këtu është pak e diskutueshme Ardit se 4 orë 50 minuta sy më sy në Facebook, vetëm Edi Rama mund ta thyejë të rekord. Po, sigurisht në kuadër të fushatës elektorale do dali nga vetja dhe do sforcohet dhe do e bëjë sepse ai e di që 4 orë 50 minuta. Në total, apo se Ore live, se ke para të? Aha. Po sigurisht ka zgjedhur një formë komunikimi atje. Po jo, 4 orë 50 minuta,
Tani, si ta përkthejmë në këtë, sepse ne shkon Berisha në 2 mitingje dhe hapim sytë, sikur Berisha punon me kazëm gjithë ditën dhe themi sa energjik është ky. Shkon 2 mitingje, flet një 20 minuta, thot njëjtën gjë. Ky tjetri që rri 5 orë në Facebook nuk është energjik. Po ja, pra që edhe kjo ndoshta është element për të vlerësuar. Tip O'Neill, kryetari i Kongresit, është legjendar në Amerikë, se këtu në Shqipëri është pothuajse i panjohur, kur bëri një fushat nga ato të parat e veta në karrierën e vet, i thot gruas, mbaroj dhe fitoj zgjedhjet. Grua thot, 250 fjalime mbajta. Jo, i tha gruaja, ke mbajtu një fjalim 250 eri, tha. Do më thonë në një farë mënyre, gruaja, prandaj mbas çdo burri të suksesshëm qëndron një grua e mençur që janë këto pastaj këto proverba popullore, kështu që pas ka një piknisje. Por që në këtë kuptim, Edi Rama, qeveria shqiptare përgjithësi nuk është bërë, si thua, e mërzitshme aq sa qeveritë e Berishës, pra që nuk ndryshonte as ministri, as drejtori, as gjë prej gjëje. Një argument tjetër pse Partia Socialiste ka fituar dhe pse jo vetëm Berisha humbi, por dhe të vegjëlit nuk patën suksesin që ne do donim ose që dëshirojmë kur shohim një parti të re që del në skenë, lidhet me formën e organizimit. Pra, Partia Socialiste ruan struktura të mirëqëna dhe të mirëfillta si në kohën e Partisë Punës. Funksionon me organizata bazë, funksionon me antar organizate, me sekretar dhe kryetar organizate, me lista antarësh, me kuotacione, me karta antarësie, me gjithë shka. Partia Demokratike, se partitë e reja nuk mund t'i fajsoj, se se kanë eksperiencën e organizimit, po Partia Demokratike jo vetëm që i injoroi strukturat, jo vetëm që i ka zhbër strukturat e saj, jo vetëm që sa herë ka zgjedhje largon kryetar degësh me hatërmbetje të mëdha pse si përfshinë për lista kandidatësh apo në zgjedhje lokale si kandidat për kryebashkiak. Por nga ana tjetër nuk arriti të bashkonte strukturat e saj me strukturat e aleatëve, se presupozohet që Partia Ilir Metës është një parti e madhe, shumë e rëndësishme me 100.000 vota, me 200.000 vota, saqë ky Berisha i kishte një borxh kaq të madh sa t'i fuste 4 deputet sigurt në listë. Edhe kështu që kur i ke këtë borxhin kaq të madh, i bie që ka një organizim të jashtëzakonshëm ata atje dhe ti ke nevojë shumë të madhe numerike apo organizative për ata. E treta ishte një listat që përpiloi Berisha personalisht, se nuk mund të themi dot që kaluan nëpër forume apo nëpër kryesira, ishte një sjellje shumë e shpifur ndaj demokratëve. Domethënë, i thonë, demokratët që votonin për Jorida Tabaku në Tiranë, votuan Joridën, por e sigurt njëherë do hyje Risa Xhixho, pastaj kismet po pati vend për Joridën. Për demokratët që duan të votojnë Grigel Smuçollarin, do hyjë njëherë Fatmir Mediu dhe Tedi Blushi, pastaj po ngeli një gjë për Grigelsin, po e marr si një të rinj politik, mund të hyjë dhe Grigelsi. Dhe rezultati deri tani tregon që Berisha në listën e Tiranës minimalisht, nga 12 veta që i ka të sigurt, nga 12 mandate të sigurta, 4 i ka aleat dhe i ka aleat pa kontribute në Partinë Demokratike, sepse Mediu nuk ka elektorat së pari, që thua ka kontribut të jashtëzakonshëm ndër vite, dhe LSI-ja nuk ka fare kontribut në qeverisjen me Berishën, përkundrazi ka sjellë Edi Ramën pushtet, ka garuar kraj Edi Ramës në disa zgjedhje lokale dhe i ka dhënë Edi Ramës fitore në shumicën e bashkive ose në bashkitë kryesore të vendit. Nga ana tjetër, unë do të thosha që një element jo pak i rëndësishëm në këto zgjedhje ishin partitë, i themi të reja dhe ata politikanëse, edhe ai shoku jot moshatar me ty, dhe aq të rinj nuk jeni, sa vjet që ti që të them aq është Endri Shabani? Jo, Endri është 2 vjet më i madh, është 40 vjeç. Po mimo, pse i themi ne të rinj këta mo, Ardit? Po të rinj se kanë ndruar lifestyle-i, për shembull, ne i themi të rinj njëri tjetër, ose ne për shembull na konsiderojnë si të rinj. Po të themi për shembull në luftën e dytë botërore, ne na duket sikur që Malstafa vdiq një 50 vjeç. Ai ishte vetëm 22 vjeç. Ishte vetëm 21 vjeç. Jo, ne tani themi lifestyle-i që bën njeriu. Si thua, përgjithësia dhe pesha dhe rrethanat ku kanë jetuar më para do të qenë më të rënda, edhe duheshin njerëzit si më të plagur ose si më të rritur. Ndërsa sot, po gjithsesi Endri hyn tek politikanët e ri, sepse është, si thuash,
nuk është pjesë e partive tradicionale shqiptare, nuk ka dalë nga ndonjë parti, pra ne nuk mund të quajmë Gron Shea të ri, pavarësisht edhe ai në vetvete vetëm një mandat, mos gaboj, ka qenë deputeti i Partisë Demokratike, por që rrjedh nga një parti e vjetër. Më thuaj. Ne prisnim në fakt më shumë, për të vërtetës, nga partitë e reja. Nuk besoj që do bëjnë kingmakerin. Partia Socialiste, po, në të rrethana, Partia Socialiste me rezultatin që kemi nuk ka nevojë për aleat. Personalisht do dëshiroja që Partia Socialiste të kishte nevojë për aleat, sepse mendoj që qeverisja me aleat mbas 3 mandateve të plota e përmirëson qeverisjen, duhet një farë kontrolluesi brenda qeverisjes, duhet një balancues, duhet dikush që ushtron një farë presioni përtej arrogancës që t'jep shumica absolute, por që është e drejta legjitime e Edi Ramës dhe shumicës që e kanë zgjedhur. Sa i përket partive të reja, besoj se me numrimin e votave diasporës do ketë edhe një farë ndryshimin pozitiv ndaj tyre. Sepse së paku nisma Shqipëria bëhet, me ndjenin time pret një mbështetje të madhe nga vota e diasporës, që realisht ne kemi parë të reflektohet edhe në terren pra takimet që kanë zhvilluar në për vende ndryshme, si në Londër, si në Milano, si në SBA e gjitha me radhë. Ardit, nuk të duket i frikshëm ky pushteti PS-s tani? Më tepër se sa pushteti i PS-s mua më duket e frikshme e ardhmja e opozitës në kuptimin e kësaj. Nëse përballë do kishte një opozitë më serioze, më të konsoliduar dhe më transparente, qoftë edhe brenda vetes saj, dhe që do ruhej nga gafat, nga gabimet, sidomos në prag zgjedhjeve, do kishim tjetër situatë. Por qytetarët janë zgjedhur të votojnë, si thuash, janë detyruar të votojnë Partinë Socialiste, për faktin e vetëm sepse përballë kanë një parti demokratike të tillë që në prag të ditës votimeve në 2021 vranë një qytetar në Elbasan. Në prag të votimeve të 2025-s u rrahën me njëri tjetrin në Elbasan. Në prag të 2025 11 majit, një deputet i Partisë Demokratike vajti rrau një shofer kamioni në rrugë, pse i preu rrugën, a ku dëgjon se çfarë. Një deputet i Partisë Demokratike atje në Dibër vajti rrau një zyrtar, pse na sheh, pse të pash, pse mpe. Në prag zgjedhjeve shkojnë hedhin $6 milion në SBA për fatin e personal dhe të familjes se një njeriu të një individi, dhe unë besoj që nëse duan të zhvishen nga kjo frika që mund të prodhoj qeverisja, se unë e shoh dhe si stabilitet, unë kam tjetër bindje për qeverisjen, si një njeri që s'dua të angazhohem politik, si një njeri që nuk më lidh asgjë me politikën, as drejt për drejt, as tërthorazi, unë e shoh si stabilitet në funditës. Besoj se dhe qytetarët këtë shohin. Nuk kam patur opsion tjetër të zgjidhnin përveç dikujt që premton se do shkri spakun dhe që kërkon brenda 100 ditëve. Nga ana tjetër, fushata që ka zhvilluar Berisha ka qenë qesharake është pak, po ka qenë fyese ndaj publikut. Pra ti dalësh ti thuash ti qytetarëve se kur të vijun do fal gjithë taksat, do fal gjithë detyrimet që keni ndaj tatimeve dhe mbi të gjitha do ju paguaj dhe kredit. Me çfarë parash do i paguante kreditin? Ne e ke sinkron, duhet ta keni dhe sinkronin ju që ky shkon premton, çdo çifti që ka bler shtëpi, qeveria do t'i fali kredit dhe do ja pagoj qeveria. Pra kjo është shumë fyesa ti trajtosh qytetarët, luash all in, ti hedhësh gjitha në fush me idenë se këtë herë do peshkoj shumicën, kjo është absurde. Mua më vjen keq që e gjitha kjo zgjatja e qeverisë, po qoftë edhe nëse çalon diku që ne ta quajmë si keq qeverisje, në radhë parë buron nga vetë demokratët. Ne do mbarojmë këtë intervistën bashkë, ju do ta hidhni këtë video në YouTube dhe hyni mbas 1 ore, mbas 2 orë dhe lexoni komentet. Do jenë 30 vetë. Jo, jemi live, Ardit, jemi live. Se edhim në YouTube, është YouTube. Atëherë edhe live, do shohim që do jenë 30 vetë me profile falso, që do fillojnë o qor, o patronazhist, merr lekë të inceneratorëve, o Legeni Ramës, o Lëpirsi Ramës, duhet gjitha këta. Po kush a ka shfutuar ndonjëri nga kjo Ardit? Ta nuk din ta vlerësojnë që të del një qytetar ose një njeri që dit thot 5 fjali rresht dhe ta shpjegon
se ku të çalon punë aty më zotëri. Këto nuk din të thonë faleminderit për kritikën. Këta din vetëm të anatemojnë kundërshtarin, din vetëm ta veshin me akuza edhe me nuk e di se çfarë epitetesh, dhe nga ana tjetër nuk ndryshojnë, nuk kanë guximin të ndryshojnë Berishën. Mirë po do vi momenti që do mërziten aq shumë sa që o do largohen nga vendi, o do largohen nga Berisha dhe do shkojnë 10 partive të reja, ose Berishës dhe atyre që do t'i mbeten me kaq fanatizëm nga pas, s'do kenë rrugë tjetër, po vetëm të hedhin pushkën supit edhe dalin malit, sepse rrugë tjetër nuk ka për të ardhur në pushtet me këtë leadership edhe me këto metoda që përdor Sali Berisha edhe njerëzit pranë tij. Dhe pyetja e fundit, Ardit, parashikon që me këtë fitore Partia Socialiste të përfshihet nga euforia, të përfshihet nga deliri, të përfshihet nga vetësiguria, nga disa cilësi që ne shqiptarët, kur kemi pushtet, i kultivojmë këto, Ardit? I kemi kultivuar në momentin që ne nuk kishim këtë lloj drejtësie që kemi. Unë jam shumë besim plot e kjo drejtësia, si 75% e shqiptarëve, dhe mendoj që pikërisht frika e ruan vreshtin, si thuash, këta do ta ruajnë, pra ekzistenca e SPAK-ut dhe GKO-s, hetimet për korrupsion, gjitha me radhë, i trembin socialistët mjaftueshëm për të mos kaluar, për të mos e keq përdorur pushtetin e tyre pa vetdije, pra në mënyrë të pavetdijshme, por ato që do guxojnë mënyrë të vetdijshme sigurisht që do kenë fatin e tjerëve dhe ato janë qartë për këtë pjesë. Unë besoj që Rama do rifreskoj kabinetin qeveritar në shtator, pra sigurisht që kjo është e pritshme, nuk ka ndonjë gjë për risi, por besoj se do ta rinovoj në masën e 100%-shit, dhe ata që... Jo, kujdes tu, Ardit, kujdes mos bëj gabime, 100% do të thotë edhe vetë Ramën. 99% sepse këtë po të thoja para se të ndërprisje, unë nuk jam dakord me atë që thatë ju, pra që Rama 16 vite kryeministër. Asnjëherë nuk i dihet se çfarë plani personal për karrierën e tij mund të ketë ai apo për Partinë Socialiste, sepse edhe në memori, ju jeni më i madh dhe e dini që edhe pse qarkullon fjala 8 vjet Fatosnano kryeministër, ne e dim që s'ishte Fatosnano 8 vjet kryeministër, por ishte, mos gaboj, 4 vite apo 3 vite, dhe pjesën tjetër la Majkon, metën prapë të gjitha me radhë. Kështu që ne nuk e dim fare se çfarë mendon Rama dhe nuk e dim nëse Rama ti po thua një skenar që Rama mbas një viti, 2 vjetësh jep dorëheqjen dhe ikën nga politika? Jo, absolutisht nuk ka pse të ikë nga politika, pra. Skenar, nëse ambicia personale është që të mbetet në politikë, po sigurisht më ekziston dhe skenari që një njeri... Jo, prit, thuaj edhe një herë se thot Ardit Rada këtë. Do një skenar është që sipas teje që Edi Rama fitoi zgjedhjet, merr mandatin e 4 dhe mbas një viti jep dorëheqjen si kryeministër. Po sigurisht, po jo mbas një viti, mbas 2 vjetësh, mbas 5 muajsh, kur mund ta mendoj ai, jo jep dorëheqjen dhe dorëzon dhe çon vendin zgjedhjet parakohshme, largohet si kryeminist, qëndron si kryetar partie, mund të marrë një pozicion tjetër, qoftë edhe pozicioni e krye negociatorit me Bashkimin Evropian. Nuk ka asnjë gjë të habitshme këtu. Partia pastaj është ajo që kontrollon kryeministrin. Unë prandaj u thash që e dim shumë mirë historikun. Dhe kush mund të ishte një kryeministër në pikëvështrimin tënd, në opsionin tënd? Ka figura Partia Socialiste me profilin e lartë për të qenë kryeministër? Partia Socialiste ka treguar që për të emëruar dikë kryeministër mjafton të jetë administratori i zoti dhe jo të jetë qitës i zoti, si në rastin e Berishës. Kështu që mendoj se ka mjaftueshëm figura të tilla. Më thuaj 2-3. Sigurisht që partia pastaj ka dorë sigurisht që partia ka në dorë dhe rolin dhe profilin e kryeministrit, pra mund të jesh kryeministër, po mund të jesh nuk je në këtë nivel në Ramës, pra të jesh prezent gjithandej, po mund të funksionosh si administrator apo si një politikan. Do më thuash, Ardi, do më thuash 2-3 emra. 2-3 emra nga Partia Socialiste që mund ta bëjnë këtë punë. Po. Velia ishte deri dje dhe besoj se mund të jetë nëse fiton betejën e tij me drejtësinë.
Balluku gjithashtu ka treguar dhe po tregon sidomos në rastin e Fierit një sukses shumë të madh në punat e Partisë Socialiste, pra në çështjet zgjedhore dhe administrimin, dhe nuk e di kush tjetër, nuk dua që të krijoj kështu ndarje, po them dy figura të spikatura të cilët janë investuar ke imazhi i tyre publik edhe që kanë punuar mirë për qeverinë edhe për qytetarët. Ardit, nëse keni diçka më shumë se sa këto pyetje që unë të thash, sepse ne ende nuk kemi rezultat, po themi zyrtar final, të mbyllur. Akoma, besoj sipas Ilirian Cilibashit deri nesër mëngjes, besoni dhe ju që duhet jetë mbyllur, duhet kemi rezultat? Nuk e di sepse ndoshta gjithë territori mbase nuk del rezultati, varet e vota e diasporës, varet pengesa që ka krijuar Partia Demokratike për numërimin e votave të Greqisë. Unë mendoj që do kemi një debat shumë të madh në vijim nga Partia Demokratike. Gjithë e kemi paralajmëruar fjalimin humbës të Berishës, pra gjithë e dim se çfarë do na thotë. Unë mendoj që Partia Socialiste me certifikimin e rezultatit përfundimtar do marri pushimet edhe do rikthehet në shtator për të përballur me kundërshtarët e rinj apo të vjetër në kuvend. Ardit, unë të falenderoj shumë dhe për gatishmërinë për prezencën, por ftesa ime është gjithmonë e hapur dhe unë dua të jesh përsëri në emisionin Dekalog. Me kënaqësi shumë të madhe. Faleminderit. Edhe një përgëzim edhe për punën tuaj, për portalin që ju keni, sepse dikur ka qenë një revistë shumë e dashur për mua, unë e kam lexuar me shumë dëshirë, po edhe portalin e vazhdoj, e ndjek dhe e di që ti bën personalisht, po edhe stafi aty sigurisht bën një punë me të vërtet shumë profesionale. Faleminderit. Suksesa dhe ju. Faleminderit, miru pafshim. Në këto momente ne do lidhemi me Blendi Gonxhen,